Disa institucione ditën e sotme ku Partia Demokratike pritet të shkojë. Institucioni i parë pra është ai policisë së shtetit. Rrallëherë ka ndodhur që protestues të shkojnë përpara drejtorisë së policisë së shtetit. Paktën unë nuk mbaj mend rreth 13 vite raportime në media që protestuesit të shkojnë drejt këtij institucioni, por është vendosur nga Partia Demokratike, nga opozita, për shkak se konsiderojnë policinë e shtetit të lidhur me krimin organizuar, e për këtë arsye ata do të stacionohen pikë së pari atje më pas në institucione të tjera. Kujtojmë këtu edhe për plasjet e forta që ka ndodhur në protestat e fundit dhe akuzat që ka bërë vetë kreu i kësaj force politike Sali Berisha në drejtim të kreut të policisë të shtetit, por edhe të zëvendësave të tij për dhunën sipas tyre të ushtruar në drejtim të protestuesve, por edhe për gazin lotësjellës të hedhur në selin e Partisë Demokratike. Paktën marshimi është duke vijuar, janë drejtuesit e Partisë Demokratike ata të cilët janë në krye të protestuesve dhe që janë duke marshuar pra në drejtim të drejtorisë së përgjithshme të policisë të shtetit. U menduar në fillim se do të kërkohej të shkojë në drejtorinë e Tiranës, por që kjo u anullua ose më saktë sqarua se bëhej fjalë për drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, pra e cila ndodhet në afërsi të zonës së Brylit. Paktën është një rrugtim disi përballë me Ministrinë e Jashtme. Në drejtim të përballë me Ministrinë e Jashtme, pra është një rrugtim disi i gjatë i cili është duke vijuar. Këtu duhet ndalem pak Osman tek pjesa e rrugtimit që është paksa i gjatë. Opozita pretendon që t'i ketë në kontroll protestuesit dhe njerëzit nuk mund të rrezikohet që të ketë një venitje të numrit tyre apo një tkurrje kështu duke lëvizur, sepse nga sa përmendje edhe Klodi Lala ka një skenar që do të kthehen përsëri tek bulevardi Dëshmorët e Kombit. Çfarë rrezikohet kështu? Patjetër që nëse do të shkohet tek policia, pra tek institucioni i policisë së shtetit, tek ndërtesa, normalisht nëse aty do të ketë situata revolte të konsideruar nga protestuesit, patjetër që mund të ketë një lloj shpërndarje nëse edhe policia vendos të përdor gazin lotësjellës apo ujin për të shpërndar protestuesit. Por ajo çfarë të paktën dim është se Sali Berisha ja ka thënë jo pak herë, por sipas tij edhe pak veta do të mjaftonin. Pra kemi në Koshat, mos gaboj, është hedhur një molotov. Në një prej koshave anësor të rrugës është hedhur edhe molotovi i parë. Zakonisht ka nisur te kryeministria, por sot nuk pati një episod të tillë atje, kështu që ja ka nisur molotov. Atëherë ka hedhje përsëri të molotovëve, pra janë disa i treti në radhë tashmë në Koshat e mbeturinave, të paktën kjo është ajo se çfarë arrit të shuaj në këtë pikë ku unë ndodhem. Pra kanë filluar edhe hedhjen e molotovëve në këtë rrugtim që janë duke zhvilluar protestuesit. Ndërkohë që rruga është e gjatë dhe ndoshta ky do të jetë edhe një lloj skenari që do të zhvillojë ditën e sotme Partia Demokratike, që gjatë rrugtimit të saj nëpër institucionet të cilat i cilëson të korruptuar dhe të lidhura me krimin, do të hedhë molotov gjatë rrugës. Të paktën 3 molotov u hodhën në afërsi të piramidës, teksa është duke vijuar rrugtimi drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë të shtetit. Ndoshta edhe vetë policia ka qenë e papërgatitur në lidhje me këtë njoftim që është bërë nga protestuesit për të shkuar në drejtim të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Ndërkohë me qarkullimin si po veprohet Osman, sepse ishin marrë masa dhe ishin vendosur rrugët që duhet të qëndronin të bllokuara, në krahasim me herët e tjera pati më tepër mobilizim, pra pati një perimetër më të gjerë të bllokimit të rrugave. Nuk e di si po procedohet tani që po rrugtohet, të paktën tek pjesa që do të shkohet deri tek drejtoria. Mund të ketë një bllokim të unazës vogël aty? Atëherë kjo rrugë ne ndodhemi, po unaza e vogël është e bllokuar, ka ndodhur edhe në protestat e tjera, por do të shikojmë çfarë do ndodh me rrugët e tjera të cilat nuk kanë qenë parashikuar për të bllokuar. Po pra, duke qenë se është një segment i gjatë dhe nuk ka qenë një rrugë e cila ka qenë e bllokuar më herët, por do të shikojmë çfarë do ndodh ditën e sotme. Shikoj policë të rrugores, të cilët pra janë
në një distancë 200-300 metra dhe që po mundohen të ndoshta rregullojnë rrugtimin e kësaj protestat, e kësaj janë makina të cilat janë ndaluar në semafor këtu te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit, ku ne jemi duke ofruar. Atëherë ka molotov të hedhur në të pra nuk bëhet fjalë vetëm në segmente apo në përkosha mbeturinësh, por janë molotov të hedhur edhe në drejtim të ndërtesave të ndryshme, pra ishim afër. Pra ka një situatë e cila nuk parashikohet se si do të vijojnë, ndërkohë që rrugtimi është pra duke vijuar, ndërkohë gjithashtu edhe hedhja e molotovëve nga protestuesit. Është kjo situata e tanishme, ndërkohë një tjetër molotov është hedhur po ashtu. Pra, teksa rrugtohet edhe hidhen molotov, po duket se diçka po flasin mes tyre, Noka, Bardhi, Gjekmarkaj, ndoshta mund të ketë edhe ndryshim skenarësh, apo jo, asnjë nuk përjashtohet. Atëherë ka ndalur rrugtimi, ndërkohë që është dhënë përsëri konfirmimi për të vijuar përsëri. Kjo është ajo se çfarë është duke ndodhur. Ja, pyetjem për të kuptuar se çfarë ndodh, ndoshta të ketë një deklaratë zoti Berisha. Paqësore e opozitës sot ka formën e një marshimi revolt, proteste në rrugët e Tiranës për të shprehur zemrimin popullor ndaj kreut të organizacë kriminale të qeverisë shqiptare dhe antarëve të saj. Pra, për të thënë Edi Ramës se jo një lubi, po dhe 30 lubi po të largosh, do jesh ti dhe vetëm ti objekti kryesor i revoltës popullore. Do t'jetë Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Kazus i betejës son gjerë në largimin e tij. Është Edi Rama, generatori i të gjitha të këqijave të lidhura me regjimin e tij. Ndaj dhe largimi i njerit apo tjetrit përbëjnë vetëm përpjekje të dëshpëruara të tij për të ruajtur lëkurën e tij. Asgjë nuk e mbron dot atë nga revolta popullore. E ka më element të tillë. Këto janë element të por janë shpërthimet revoltës, si të mund ta shihni, ndaj dhe aty është një nga krye banditët